Si të veprojmë në rastet kur kemi shumë epsh, dhe kemi cytje për të shikuar haram dhe për të masturbuar, sepse kjo më pengon shumë në përmirësimin e vetës, qoftë në kërkimin e dijes, qoftë në devotshmëri. Padyshim që këto pengojnë në këto gjëra, për arsye se janë gjunoha mëkate. Edhe gjunohat, pra, njeriu nuk janë në kundërta e devotshmërisë. Gjithashtu, domthonë gjunohat janë pengesë e madhe që njeriu mos më kërku dije. Për arsye se siç i ka thënë, domethënë Imam Shafiu hoxha i tij, dija është dritë. Dhe drita nuk jepet mëkatarit. Po nuk mund të më bë bashkë në zemrën e njeriu edhe dija e fesë edhe mëkatet. Kështu që njeriu duhet me heq dorë pikë këtyre mëkateve edhe pra me bë durim për hir të Allahut. Po fillimi është i vështirë. Mirë po më vonë nëse njeriu është i duruar dhe sinqert me Allahun subhanahu teala, Allah i ndihmon. I ndihmon me lan këto gjëra, i ndihmon me lan këto mëkate. Pra me lut Allahun sinqerisht që me ndihmu edhe me ta mundësu mi lan këto gjëra, që është tham, lutja është e para. Pastaj do të mi marrë shkaqet, pa që mos më ran këto gjëra. Për shkaqeve është mi largu këtë ato mjete përmes cilave ti po bjen këto gjëra. Qoftë laptopi, qoftë smartphone, pra mi hek për shtëpisë këtë. Nëse ki nevojë me fol me njerëz, merrni telefon pa internet. Si këtu në herë që kanë pa para do viteve. Edhe veç fol me njerëz. Pra mos moj internet në shtëpi. Përderisa nuk mundesh me nal vetëm për gjëra. Edhe mos një kohë me lejen Allah subhanahu teala, pra nëse ti gjithashtu i shton veprat e mira, pa namazin, vullnetar, dhikrin, leximin e Kuranit, kërkimin e dijes, atë shtohet edhe imani, edhe kur shtohet imani, do të forcohet imani i edhe më i fuqishëm që mos më ran këto gjëra. Edhe do nuk i ki shkaqen afër vetes që më ran këtë gjëra. Për arsye se nefsi i njeriu është i dobët. Sado që njeriu vendos mos më bë këto gjëra, në momentin që hin pranë internet, edhe fillon me shfletu, domthon shejtani tërheq gradualisht drejt gjënave. Do ne herë me shikun një femrën që domthon vesh është pashami për shembull, dikur pak më shumë, dikur pak më shumë derisa Allah na rujt hin pastaj edhe të çëshu përmend këtu pyetje të ato më të rënat. Kështu që do të keqes domthon më ndërprer rrojnë në fillim. Po nëse nuk mundesh me nal veten kur po hin në internet pa bëj gjëna, hek internetin prej shtëpisë. Ose nëse hin pra në internet, nëse ki nevojë me hin ndonjëherë, shko te dikush tjetër ose për shembull hin bashkë me vllahun ton ose me motrën ton ose me njëri prej prindërve. Nëse ki nevojë me ngu një ders ose për shembull me lexu diçka për fe, se nganjëherë njeriu thot po ja nisi po lexoj diçka për fe. Po pasi të lexon ato për fe, prap fillon kadal gradualisht të gjinohet. Kështu që me nejt me dikon që e ki afër për njerëzve që të vjen turp me këqyr kësaj gjëra në prezencën e tij. Edhe kështu, inshallah me lejen e Allahut, pra i ka përcen këto sfida. Po më e rëndësishme është për ty mu martu. Po mos me vënë martesën e sa më shpejt mu martu. Nga se në martesa është ajo që ka thonë pejgamberi sa son, pra ja ul shikimin e njeriu edhe ja ruan organin gjenital, pra ja ruan nderin që mos me bëj gjënoh. Po sa më shpejt mu martu. Gjithashtu derisa të martohesh me agjëru sa më shumë. Po kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po agjëro sa më shpesh, nëse është nevojshme edhe në ditë punë, ditë ju. Derisa Allah ta mëson pra mu martu.